Ligji për financim të partive politike parashet që partitë mund të kenë në pronësi vetëm prona afariste. Nëse marrin si dhuratë ose donacion dhe një lloj tjetër të patundshmërive, ato janë të detyruara që të bëjnë shitje të tyre përmes licitacionit gjyqësor. Nova TV dhe Skup hulumtojnë se si VMRO dhe PMN posedojnë ara, kullota dhe objekte banimi dhe si noterët i kanë regjistruar këto prona dhe si ç'bëhet me kontrollin që duhet të ushtrojë shteti ndaj partive politike. Pjesa më e madhe e këtyre pronave është siguruar gjatë 3 viteve të fundit. Përderisa qytetarët për çdo ditë e bëjnë pyetjen nëse dhe sa është ndotja dhe çfarë mund të bëhet për ta përmirësuar gjendjen, analiza e Nova tregon se programet e partive politike më të mëdha përmbajnë projekte të cilat sikur i kanë përshkruar nga njëri tjetri. Të përbashkët e kanë atë që për të zvoglur ndotjen planifikojnë të ndajnë subvencione, kredi, fonde, të realizojnë takime me qytetarët dhe kompanitë, si dhe të mundsojnë edukim për ato. Standardet për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në botë janë në një presion të dukshëm, deklaruan sot nga KB, duke paralajmëruar se retorika fashiste po zë vend në pjesë të Evropës dhe SBA-ve. Në prag të ditës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, komisari i KB-s Zeid Rad Hussein deklaroi se 2016 ka qenë një vit katastrofal dhe paralajmëroi se vazhdon erozioni progresiv i sistemit të drejtave të njerëzit dhe qeverisjes së drejtës, sepse një numër i madh i liderëve nuk kanë pasur reagim efektiv dhe të sinqert ndaj problemeve të tilla.